Nuk e di ky person me aq ndriçim sa i ka dhënë Shqipërisë meriton ta kishte emrin shkëlqim, po quhet Florian. Vështirësia më e madhe është ku më kërkon projektin për dje. Ka shumë nga këto klienta? Pjesa më e madhe tregut. Pjesa më e madhe po. Saliko është i lirë apo i shtrenjtë? I shtrenjtë. I shtrenjtë, kështu që kemi cilësinë. Ke sakrifikuar jetën personale për të arritur suksesin e kompanisë? Jashtëzakonisht shumë. Ke pas probleme me gruan me këtë gjë? Normalisht jo. Ka mirë kuptuar. Saliko nuk ka frikë nga konkurrenca, kështu që ju më pret dhe ju sfidon realisht me punë. Unë kam marrë të mësoj. Nga gjitha gjeve që kam bëjë e pari të më thu, je aftë për të punë. Ka gotët e mere me këtë punë? Kush merr një zanat, nuk ka për të shkrijë dorën, sa këtë jetën, as kujt. Në ndiqnin e pas pak dhe ju dua shumë. Hej miq të Paspagut, ja ku jemi sërish bashkë në rrugtimin tim drejt bizneseve dhe profesioneve, ku shpresoj që dhe unë të kualifikohem, sepse kështu siç kanë ardhur kohët mund të zëvendësohem edhe nga ndonjë AI. Gjithashtu dua të falenderoj dikë që më ka qëndruar pranë dhe më ka mbështetur në këtë projekt, sponsori jon Zdrava. Sot kemi për të parë dhe për të mësuar shumë dhe shpresoj që edhe Florian Salikut më bëj pjesë të punës dhe të ketë sa do pak besim tek aftësitë e mia. Siç e zbulova ca detaje të vogla, këtu jam me themeluesin dhe krijuesin e kompanisë Saliko Electric. Nuk e di ky person me aq ndriçim sa i ka dhënë Shqipërisë meriton ta kishte emrin shkëlqim, po quhet Florian. Falenderoj shumë për komplimentin. Si shkon? Mirë, faleminderit. Bë çevi. Tani këtu jemi në një nga objektet që kam realizuar për projektin elektrik. Projektet elektrike që ka realizuar kompania juaj. Patjetër. Dhe ne do jedhëm me një sy nga afër që shohim edhe ato detajet dhe diferencën që bën edhe kompania Saliko në punimet e saj. Pikërisht. Kështu që vazhdojmë edhe na oriento dhe shpresoj që thash do jemi edhe pjesë e punës. Shpresoj të Paspagu ta bëj sa më mirë punë. Që të kuptoj edhe vështirësitë e punës edhe unë dhe t'ja tregojmë edhe njerëzve se nuk është e lehtë kjo punë. Me kënaqësi. Vazhdojmë? Lutem. Na ndiqni në Paspak me Florian. Para sa të fillojmë unë do të pyes diçka. Sa vite ka Kam qenë nga 2019 me projektet elektrike, në 2021 dhe që nga 2017 kam filluar, kam punuar në shtëpi, po më pas kam dalë në zyrën time personale, domethënë Saliko Electric. E fillova nga shtëpia si fillim. Absolutisht. Ishte vështirë ti prisje njerëzit në shtëpi për projekte? Diçka shumë e vështirë. Ishte çuditshme. Normalisht e çuditshme shumë. Domethënë njerëzit vinin për vizitë, banin edhe ca projekte me sa duket. Respektivisht po. Super. Si lindi si ide që ti të vazhdoje këtë punë? Duke marrë shkallën nga puna që bëja në përditshmëri për tjerët, mendoja që të punoja për vete më shumë. Duke dhënë edhe të tjerët jashtëzakonisht merita pune dhe tjerë se mund, mendova se për veten time mund t'jap akoma më shumë punë. Dhe kjo më lindi ide domethënë që unë dalte Saliko Electric domethënë ku jam sot tek kësaj dite domethënë për 7 vjetësh. Vazhdosh diçka tënde personale dhe projektet tuaja domethënë. 24 në 7. Ta shfaqësh talentin plotësisht. Cila ka qenë ajo vështirësia më e madhe në fillim? Vështirësia më e madhe është kur më kërkon projektin për dje. Ka shumë nga këto klienta? Pjesa më e madhe tregut. Pjesa më e madhe po. Nuk e di, çfarë të motivon më shumë? Po do të jesh i sinqert këtu. Emri dhe brendi që ti rrit me emrin Saliko apo paratë që ti fiton nga ky punë? Brend dhe emri. Domethënë kjo është ajo që të shtyn. Absolutisht, pasioni dhe brendi dhe emri domethënë parat nuk i do. Parat janë një fluid shumë i mirë domethënë, por që respektivisht emri është akoma më i theksuar dhe më avangard domethënë për gjithçka domethënë. E kuptoj. Si ne së bashku jellim edhe një sy ambientit dhe punimeve që ka bërë Saliko Electric. Është bërë ndryqimi, fuqia, ndryqimi, rrëmat e dopta, MNZ-ja, mbrojtjen e zjarrit në CCTV-ja që janë kamerat. Sigurisht edhe me arkitekt domethënë kanë realizuar dhe ndryqimin pjesën e unë kam bërë furnizimin, është pjesa komandimi me çelësat e tyre domethënë respektiv. Sa kohë ju ka marrë ky si projekt? Afërsisht gati një muaj për ta realizuar, konkluduar domethënë, por si punë që kam marrë me këtë domethënë kam gati 2 vjet që merrem, respektivisht. Që merresh vetëm me këtë projekt. Saliko është i lirë apo i shtrenjtë? I shtrenjtë. I shtrenjtë. Kështu që kemi cilësinë. Patjetër. Vazhdojmë shohim edhe ambientet e tjera, këtu jemi në katën e dytë. Katën e parë teknik.
okej, ka një par teknikë, Flardi flet edhe me ca terma që unë si kuptoj, po do mësohem, kështu që Absolutisht, me kënaqësi. Flardi do bëj edhe Sikur se e kam pjesë sjellur- punës, por që do i ndjekim edhe gjitha proceset e tjera pas pak. Sikur ja kam shëlluar çdo kur pronari, domethënë ose ai që ka pat objektin me terma teknik, domethënë ashtu duhet më ashtu edhe ty, domethënë që jetë sa më e thjeshtë dhe e kuptuar. Edhe për shikuesin të jetë sa më e kuptueshme. Patjetër. Flardi, do të pyes, ke sakrifikuar jetën personale për të arritur suksesin e kompanisë? Ja zakonisht shumë. Edhe i them ndonjëherë domethënë më lën në një ditë dielli domethënë që të jem pak Ti je çik clear. Adresuar edhe për familjen. Ke pas probleme me gruan me këtë gjë? Normalisht jo. Ka mirë kuptu. Shumë. Super. Tani ajo që do të pyes unë, sa vështirë është që domethënë ti të arrish të depërtosh edhe tek konkurrenca. Domethënë, ka Ajo konkurrencë është- të fortë në Shqipëri dhe a ka konkurrencë pa drejtë? Ta fillojmë nga fundi, ka konkurrencë pa drejt, Aty ka domethënë- shumë konkurrencë vështirë dhe tregu është akoma për të kulturuar dhe për të realizuar. Kjo që po bëjmë sot domethënë është një rregullim i tregut, ndoshta mendoj se i bën mirë edhe për projektet edhe për pronarët të ndërgjegjësohen, domethënë të marrin të realizojnë një projekt elektrik për çfarë do lloj objekti civil industriale ose vila, hotele, pallate, për gjithçka. Domethënë, ke nga ato brylat që janë Sa duhesh, zakonisht në Shqipëri, por respektivisht, që si në çdo Saliku drejtim. ka arrit që ndrojë dhe të vazhdoj përpara. Tani do ndjekim edhe ata dy ambientet e tjera bashkë me Teknike, patjetër. teknike gjithmonë dhe pastaj do shkutemi bashkë dhe do i bëhemi pjesë e procesit punës, por që do ndjekim gjitha këto procese pas pak së bashku. Vazhdojmë me katin tjetër Flor. Të lutem patjetër. Ja. Tani kjo është edhe pjesa e katit Katit dytë, do të thoni themi Ose treti. par teknik. Kati parë? Kati par teknik. Ka një par teknik. Në një fjalë, ajo që duhet të pyes diçka tjetër është, ke refuzuar ndonjëherë ndonjë projekt që realisht këtë pas një vlerë monetare të lartë, por për arsye të ndryshme e ke refuzuar? Patjetër. Normalisht Apo nuk i thuhet jo lekut? legët nuk thuhet jo, por normalisht edhe kemi refuzuar se kanë qenë angazhime domethënë që unë marr me projekte të tjera. Qa mund të evidentosh për shembull, për çfarë arsye mund ta kesh refuzuar? Është teknika apo thjesht çështje Çështje kohë, sa patjetër. sugjeron ndoshta trive ose persona që duan të ndjekin këtë fushë që ti po ndjek? Shumë, jashtëzakonisht shumë. Domethënë, Është nga ka treg, se pyetja e që njerëzit gjithmonë kanë është që a ka treg në ca fushë treg. ose ca profesione, por Mirë që është duke kemi- marrë përgjigje nga ti, besoj absolutisht. është Tregu është duhet të jetë dhe vazhdoj të ketë sa më shumë konkurrencë. Ajo më bën dhe mirë dhe mua dhe tjetër domethënë që do futet në treg domethënë për me bë një garë domethënë për kush është më i miri, kush ka ato përshmërit më të mira, kush ka çmim më të mirë ndoshta dhe kush është pasionan më i mirë në fushën e vet. që ta merrni vesh Saliku nuk ka frikë nga konkurrenca, kështu që ju mi pret dhe ju sfidon realisht me punë. Kështu që bashkë me Fleardin unë tani do shkputem nga këtu sepse do ikim në një nga objektet e tjera ku shpresoj të bëjmë edhe pjesë e punës dhe Fleardi të ketë sa do pak besim në aftësitë e mia. Kështu që na ndiqni pas pak për treguar edhe objekte të tjera nga punimet që ka bërë Saliku. Atëherë miq të paspaku, këtu jam në një nga objektet në cilën po zhvillohet edhe projekti Saligo Electric. Tani unë këtu do bëjmë edhe pjesë e punës dhe shpresoj që edhe mos më kapin e kështu në dridhje korrenti, por që besoj që do ja dal. Kështu që te kjo punë do na asistoj edhe mjeshtri i lidhjeve elektrike, i cili është Visçela, kështu që na ndiqni edhe pas pak për të zbuluar edhe detajet e tjera, por më shikoni edhe mua se sa i aftë jam tek kjo punë. Niso, si e? Mirë se erdhe. Alo, mirë që u gjeni herë. Ndjes që ndoshta për ju bezdes, po Jo, unë kam marrë të mësoj. Kështu që do më udhëzosh edhe do më tregosh edhe në fund sa javë jam që ta bëj këtë punë. Pa diskutim, me kënaqësi më të madhe. Kështu që miq, ky është mjeshtri i lidhjeve elektrike, instalatori i Visçela. Kështu që ne do ndjekim sa më shumë procese, do të kuptojmë edhe se si funksionojnë sistemet elektrike, por do t'ju tregojmë atë sa edhe ne kemi mundësi sepse kjo punë është goxha e Ka të kompleksitetet e veta. ka ato detajet e veta që ne do të merrim. Kështu që vazhdojmë drejt tek vendi i Patjetër, punës edhe patjetër. do më thush në fund pastaj a ja vlej si punëtor apo jo. Sigurisht, sigurisht. Tani Viso, ç'a po bëjmë këtu? Dhe Ne- ç'a duhet bëj unë edhe? Po, Përveç ta asaj. tregoj se çfarë bëjmë. Po lidha këto Okej. tre prizat çuko, kemi një burim ushqimi që e marrim nga kjo pika këtu dhe po i lidha në seri. Kjo është burimi ushqimit. Okej. Një nga gjërat kryesore që ne nuk duhet ta rrëmë është kjo fija ngjyrë verdhë jeshile. Ndoshta aty ku marrim nulin edhe fazën,
mund edhe t'i ndrojmë anët, po gjëja që është më rëndësishme është të shohim prizat të gjitha ku kanë këtë shenjë këtu. Kjo është shenja e tokëzimit. Edhe këtë fijen që është dedikuar, përcaktuar, verdhje shile, që është fije për lidhjen e tokëzimit, duhet ta lidh me patjetër këtu. Unë që kam menduar që ato shenjat ishin kështu kot, po që pas kanë një arsye pse janë ato shenjat. Sa rëndësishme është që ti jesh detajist në këtë punë, Lisu? Është një nga gjërat që është më e lodhshme në punën tonë, sepse një punë e mirë do shumë përkushtim. Edhe përkushtimi lidhet me detajet. Nëse një punë do ta bëjmë shkelje shkollë, e mbarojmë shpirt, po nuk jemi të kënaqur dhe punën nuk e kemi bërë dhe aq të sigurt. Me profesionin ton, detajet janë të lidhura, të ndërthuara edhe me sigurinë, sepse nëse ne të ta shpjegoj në rastin konkret, ajo çka duhet të thoya është edhe ma aktivizo dhe mund punë, kështu që ne kemi nevojë në kamera, kemi nevojë edhe për vegla, për aksesorë që quhen gjuhën tonë, që janë pak shtrenjta, po janë gjëra të thjeshta. Por çe kushtojnë? Po unë do ta bëj provë një këtu. Anën tjetër ta bëni provë ju. Urdhoni këtë pjesë. Pjesën tjetër ta vë. Besoj se mpat kaloj deri në fund, duhet dali kabli. Duhet dali, jo këtu. Ndjes. Ndoshta si ishte i qartë. Këtu? Shtrëngoje, rrotulloje, pa shkutur. Aty ku ke gishta të riqe. Ja dola. Ta vite ke që merresh me këtë profesion Lisi? Unë jam 42 vjeç. Profesionin tim e kam filluar që kam qenë shkollë 100 vit parë, rreth moshës 14 vjeçare. Po e çim besoj ke filluar duke ndru llampat të shtëpia. Disa do i futemi punës ne që të vazhdojmë të bëjmë punën, të ngelim këtë ngjyrë nuk e harroj, edhe ku do ta shikoj do e mbaj mend. Tani bëjmë edhe kontrollin që më thejnë në moment që e kemi shtrënguar dhe tani praktikisht këtë punë e kemi mbaruar. Dhe thjesht ngelim këto detajet e fundit. Urdhë? Po më duket sigur jam unë mjeshtri të asistenti. Për mua ju shumë shpejt do bëni një elektricist çdo hapë. Do të thënë kam pru. Po, keni permisa. Nga gjitha gjërat që kam bërë i parë që më thu je i afër për këtë punë. Po jo, nuk bën. Nuk e di se çka keni bërë këtu. Unë po provoj fusha të ndryshme, kështu që. Kjo është diçka që ju e bët vetë, vetëm me pak asistencë nga ana ime. Pak. Po sigurisht. Ato pjesë që realisht nga një mund do i fshim nga montazhi. Njerëzit ezitojnë ta vënë këtë kapakun dhe vënë si mas qefit vet. Ne përpiqemi që edhe të shkruajmë ta vëmë siç duhet. Siç është, duhet të jetë drejt. Nuk ka asnjë problem teknika, vetëm problem estetik. Ka goca që merren me këtë punë? Në Shqipëri ndoshta mund ketë tek këtu, po nuk është goxha, nuk është e përhapur le të them. Nuk është shumë e përhapur, një shkollë profesionale në Durrës ka disa vajza, po që nuk janë ke pjesa instalatore. Në botë ka, në Europë ka vajza, goca që bëjnë punën elektricistë të instalatorit. Tani cila është ajo këshillë që ti do japësh shtrimve që duan vazhdojnë këtë punë? Çfarë do të kenë kujdes? 2-3 këshilla të shpejta. Të marrin një zanat, ti vjen vëmendje shkollës, ndoshta nuk dalin gjithë inxhinier, po një zanat në shkollë dhe në praktikë që sigur që e marrin dhe kush merr një zanat nuk ka për t'ia shtrirë dorën, sa të ketë jetën askujt. Kto janë mjetet e punës që duhet të ketë paktën si fillim. Pastaj pjesë tjera që do ta bëjnë punën me lehtë do të ketë. Nuk ka për t'ia shtrirë dorën kërkujt, edhe këtë ja u them me shumë sinqeritet të rive që të marrë një zanat, sepse do t'i duhet për gjithë jetën. Që nuk zëvendësohet edhe nga inteligjenca artificiale. Nuk ka shanse. Kështu që tani ne bashkë me Visin do i futemi punës që të kryejmë edhe proceset e tjera të punës që kemi për të bërë këtu, kështu që Viso i futemi punës. Patjetër. Atëherë miq, kaq është edhe dita punës, Visi më tha që unë kam talent, kështu që do vi dhe nesër, kështu që tani do ikim nga këtu dhe të shohim disa objekte të tjera dhe punimet të Saliko Electric. Ato janë punime të përfunduara, kështu që kaq për sa i përket kësaj pjese këtu, kështu që shihemi pas pak.
Atëherë miq të Paspagut, tu jemi në një nga objektet që Saligo Electric ka realizuar projektin e tij. Tani fakti që pritem deri tani është që ju në këto momente do përjetoni edhe këtë magji këtu. Atëherë miq të Paspagut, ja ku mbyllim dhe një tjetër episod për sot, ku ju treguam për Saligo Electric, ju treguam pjesë të projekteve që janë realizuar në ndërmarrje, u bëm pjesë e punimeve dhe ju treguam se sa rëndësi kanë punimet që bëhen në mënyrë të detajuar. Gjithashtu ju treguam edhe projekte të hoteleve dhe tani do e lejmë sa pamje interesante të projekteve që janë realizuar këtu në Tiranë nga Saligo Electric. Ju miq, mos harroni të na ndiqni në gjitha platformat tona si Facebook, Instagram, TikTok dhe gjithandej dhe ajo më e rëndësishmja të na bëni follow dhe subscribe në YouTube. Gjithashtu na komentoni ku doni të na shikoni herën tjetër dhe pse jo të realizojmë projekte të bukura së bashku me ju. Na ndiqni në Paspak dhe ju dua shumë. Profesioneve të ndryshme. Edhe herë, tuar shumë. Dhe këtu them mund të zëvendësojmë nga do janë bëjmë si për flaudin, kështu që ti kemi edhe për planin. Te dera këtu jemi futur brenda. Vetëm goca këtu, ama mos jeni këtu thendi. Qa pëlla thos? Qarë perle ishte kjo? Prizën, ka marrë një... Mos e vejt me një. Dhe ta një që me dhjo? Kërkojnë ndjes. Që nga dhe qështë? Tani... Jo, po duhet sa të zhveshim. Duhet të zhveshim, po më thuj. Deri këtu. Thuj piso. Deri këtu. Okej. A të them gjaun apo jo? Jebi re, jo të shhap durët Ha? dhe kuj lili. Lila, Ti ma i hapën dur? hapi durët tu. Okej. Gati? Kuj lila. Ma i durët hap gjithë kohës. Të them fjalina jo? Po tu e hap. Po e sa fjalli mos Po o zot. Plak nuk mundem, kam lilen kështu.